Kính mời các đồng chí. Bashkimi Evropian dhe Vietnami duan të rrisin tregtinë dhe investimet në minerale kritike, gjysmëpërques dhe infrastrukturë, sipas një draft deklarate të përbashkët të parë nga Reuters, e cila pritet të miratohet e njëjtën, ndërsa të dyja palët përmirësojnë marrëdhëniet diplomatike. Dokumenti 8 faqesh, i cili ende mund të ndryshojë, thotë se Bashkimi Evropian do të shqyrtojë gjithashtu transferimin e mundshëm të teknologjisë së mbrojtjes në Hanoi, pasi të dyja palët kërkojnë bashkëpunim më të ngushtë në rrjetet e telekomunikacionit të besuara, në një kohë kur kompanitë kineze kanë fituar kontrata në zhvillimin e rrjetit 5G në Vietnam. Deklarata është planifikuar të nënshkruhet kur presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, të takohet me udhëheqësit e Vietnamit në Hanoi të njëjtën, disa ditë pasi Partia Komuniste në pushtet riemëroi To Lam si udhëheqësin më të lartë të vendit. Të dy vendet do të rrisin marrëdhënie diplomatike në nivelin më të lartë të Vietnamit, ngjashëm me Shtetet e Bashkuara, Kinën dhe Rusinë. Një marrëveshje tregtisë e lirë Bashkimi Evropian Vietnam hyri në fuqi në vitin 2020. Vietnami ka depozita të konsiderueshme por të pashfrytzuara të metaleve të rralla dhe galiumit. Hanoi ka treguar interes në zhvillimin e kapacitetit të përpunimit të metaleve të rralla, furnizimi dhe përpunimi global i të cilave dominohet nga Kina, por progresi ka qenë i kufizuar, pjesërisht sepse Vietnamit i mungon teknologjia për të shfrytzuar plotësisht burimet e tij. Bashkimi Evropian dhe Vietnami duan të promovojnë tregtinë dhe investimet në mallra, shërbime dhe teknologji që mbështesin minerat dhe përpunimin e qëndrueshëm për mineralet kritike, ndërsa synojnë bashkëpunimin më të ngushtë në këtë sektor, thuhet në dokument. Vietnami është gjithashtu një furnizues kryesor i tungstenit, një metal i fortë që përdoret në mbrojtje dhe elektronik, dhe diplomatët perëndimor kanë paralajmëruar për rrezikun e interesit kinez në një minier të madhe në Vietnam. Draft deklarata identifikon gjysmëpërquesi si një fushë tjetër prioritare për bashkëpunim më të thellë, duke përfshirë zinxhiret e furnizimit, zgjerimi, bashkëpunimit në infrastrukturën e komunikimit të besueshëm është gjithashtu një përparësi, shkruhet në dokument, duke përmendur lidhjen 5G dhe atë satelitore. Sipas dokumentit, vendet e Bashkimit Evropian janë gjithashtu të interesuara të investojnë në infrastrukturën vietnameze, përfshirë kurudhat, pasi Vietnami dëshiron të ndërtojë një rrjet kombëtar me shpejtësi të lartë, projekti i tij më i madh ndonjëherë.